Mirë se erdhët në këtë aktivitet e veçantë. Ndajtjen e sot nuk jemi thjesht pjesëmarrës, por jemi zëra, mbështetje dhe bashkë do ta takim ndjeshmërinë dhe guximin e tyre, ata sjellin sot përpara jush një mesazh të fuqishëm. Dhuna digjitale është e vërtet, lëndon dhe nuk duhet të heqë. Në një botë ku ekrani është bërë dritarja jone e përditshme, shumë gra dhe vajza përjetojnë dhimbje që nuk shihet, fjalë që i ndjekin natë pas nate, komente që i tronditin, kërcënime që ju erësojnë sigurinë dhe vetbesimin. Abuzimi online po përhapet me shpejtësi marramense. Akoma, gjysma e grave dhe vajzave në botë nuk kanë mbrojtje ligjore, sistemi po i shkënjen ato. Bashkohuni me ne, ndërkohë që ne kërkojmë një botë ku teknologjia është një armë për barazi, jo për shkatrim. Të futa ankth. Në një rreth vicioz rreth të cilit ti përpërlitesh, mbytesh, kërkon hapësi për të dalë, por s'mundesh, sepse aty brenda fshihen fjalë që helmojnë shpirtin dhe gjithë shenjën tënde. Një foto, një koment. Gjykohesh nga njerëz që as nuk të njohin, përpuzesh, mbytesh, dhe ndonjëherë të duket sikur do të ishte më e lehtë të fshihesh nga kjo botë e mallkuar. Por ky nuk është qëllimi i jetës sonë. Askush nuk duhet të dorëzohet përpara kësaj errësire. Është normale të duash ndalosh dhe ta kundërshtosh atë që po të ndodh. Sepse ne nuk jemi vetëm profile në rrjetet sociale, por njerëz. Nuk jemi vetëm një koment i keq, por jemi gjithçka që duam të jemi dhe të bëhemi. Askush nuk duhet të hesh. Askush nuk duhet të normalizojë këtë gjë, sepse dhuna mbetet dhunë, edhe kur ndodh në botën digjitale. Dhe pikërisht kur e kupton këtë, fillon të çlirohesh nga pesha e fjalëve të huaja. Dhe atëherë, ti s'je më hija e fjalëve të askujt. Je një zë që ngrihet mbi to, një dritë që nuk shohet, sado errësirë të derdhet rreth teje. Ti që në botë nuk je rastësisht. Ti që je mburoj, je forcë e madhe. Ti që motivon, çdo gjë shpirtërisht. E dashur ti që shpesh gjykohesh pa të drejtë, e të drejtojnë epitete e fjalë fyese, po harrojnë kush janë nga vinë, dhe se forca e femrës është e kudogjendshme. Sa për ata që jetën e lidhin me ekranin e telefonit, e fjalët i thonë pa menduar dy herë. Ata që janë thjesht një klikim, pa fytyrë, beson, janë pa ngjyrë dhe pa vlerë. Dhe kujto, kujdesu për veten, siç ruhet thesari i çmuar. Mos ma dorëzo zemrën atyre që kërkojnë ta përndjekin në heshtje. Mos ma jep imazhin atyre që as nder nuk kanë. Mos ma fal besimin atyre që as din ta mbajnë. O femër e epokës digjitale, që të lëndojnë qëllimisht pa të drejtë e pa mëshirë, që të përbaltin e mbi ty hedhin mëkate, e botën ta kthejnë në errësirë. Dhe mos haro, ti je mbuloja që mbulon veten dhe shpirtin, ti je drita që ndryshon sigurinë digjitale, një përfaqësues i policisë, një aktiviste e një organizate sociale dhe një viktim të dhunës digjitale, të cilët do të na ndihmojnë të kuptojmë më mirë këtë formë të dhunës që ndodh në rrjetet sociale dhe në botën online. Qëllimi ynë është të kuptojmë se si shfaqet dhuna digjitale, si ndikon tek vajzat dhe gratë dhe çfarë mund të bëjmë ne si nxënës, si shkollë dhe si shoqëri për ta parandaluar. Autoriteti kontakt për sigurinë kibernetike, i sigur pikal, linja A116 e cila është falas. Janë Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministria e Arsimit dhe Sportit, janë shkollat, janë familjarë.
vend, një zemër dridhet, e paqe do të zgjen. Një sy loton me lot të trishtuar, e në mendje vijnë fjalët, ku kam gabuar? Në këtë botë të bukur mizore, do të ndihet si një send pa vlerë. Zemër thyer, e me fjetë që si sprerë. Ajo, ty do të gjoja. Jezorit do të grot, po më ta e doja. Se c'era l'urturin, e non c'è soltanto tua, e mi colore storie lì. Ajo, ty do të gjoja. Jezorit do të grot, po më ta e doja. Se c'era l'urturin, e non c'è soltanto tua, e mi colore storie lì. Vajzat si unë e ti, se mbeten vetëm. Vajzat si unë e ti, nuk rrise si një letër. Vajzat që din të thonë, e kam një vend të thella aty në zemrën time. Aty ku ti për mua jo nuk merr vendime. Ai është vendi ku as kush nuk më ka prekur. Unë jam një vajzë si ti, shpesh e gjykuar. Ti je një vajzë si unë, sa shumë ti je dur.